$10.000 apo $1.500, se s'po kuptoj. Ma shpjegoni pak. Do marrë 10 unë. Ngelen 20. Ato 20 kush do i marri? Me i fjalë 1.500. 10 veta 15.000. Një sekondë vëlla, dalë bëjmë llogarinën. More, ando marrin ca na këta që vjen 300.000-1.500. Se po kuptoni jore. 10 veta na 1.500, 15.000 ikën. 5.000 zem i merë ky i aplikacionit, 20, 10 i marë unë që i qova 100 veta këtu, u ben 30. Fituam 10 ata si persona. Një i bosi, 11. Një i që i reklamoj, 12. I bje që e hanë 100 minus 12, 88 veta e hanë. I bje kështure. Më mirë të thuash, hajde mblidhemi 100 veta, dhem na $300, e hedhi me shorte, ti fitoj njeri. Po e dim që atë 300 që ne kemi hedhur, o fitojmë 30.000, o miru pafshim. Nuk është kjo skem, hajde një ju i 300 do me gjitha 1.500, se nuk ndodh. Nuk ndodh, pare. Qësh kjo? Si të ndodhi kjo? Edhe na 300 e do marim gjitha 1.500. Vem 30.000, ne? E do marim 150.000. Me koeficient 5. Njerëzit lozin loto me 3 rezultate. Një është x2. Dhe kur vjen puna, humbasi. E kuptoni jo me 3 rezultate, që ke 3 opsione. Këtu që e ka me koeficientin 5, edhe ta ka për shtit sigurt, edhe ke dhe çdo muaj. Vere. Po avashtu se nuk e kam bërë dhe në ato fshatrat e Fierit e kam bërë në fillim. E kam bërë në ato fshatrat e Fierit në fillim. Por po, ishte një këshuja, sill 3 shok, merë $300. Po so dhe ti 3 të tjerë, do marrësh $300. Po që të futesh ti, do paguash kaq dollar, edhe ka qenë. Jo, kjo është e shpejt kjo. Ishte një skem piramid që hapej. Me fjalë, ishte futja, me fjalë, unë t'i them vllajt e kushuririt dhe djalit Hallos që hajde bëni këtë gjën këtu. Dhe unë marrë lekë sepse solla 3 veta. Mbasi erdhi djali Xhaxhait, duhet të silli 3 të tjerë dhe të marrë lekët sa pagoi njëri. Pra, e kuptoni ju, është skema, sa për të hyrë sa më shumë njerëz. Se si punë e sudes, ora jo ishte skem tjetër. Këto janë skema tip skema Ponzi janë quajtur këto. Këto janë skema Ponzi. Ponzi ka qenë njëri që ka bërë një skem i pari, edhe këto, ore vetëm një gjë më vjen, mua vetëm gjë më vjen çudi. Me pastërtime të madhe. Më ka shkruar një shok në Anglia, Ziu, të përshëndes Ziu, më ka shkruar nga Anglia. Dhe më ka thënë, ere profesor, se kështu fletaj. Më ka shkruar edhe voice. Ere profesor, ku jere Halila, qa po ben? Ore, tha, e ke parë të skemën ti, tha, ZUEX, po ben njerëzit lektare. Po bej njerëzit lekta, e ke parti apo jo, thare. Ka shumë me thënë drejtën, nuk e di. Si po i bejnë, ore, fut 500 taj, edhe i ben 50.000, tha, po të kesh fatë. Ka bërë një kushuririm 25, po duhet të presi dhe 3 muaj, që ti nxjerri, nuk i nxjerri do tani, tha. Të shumë, po, pas ka bërë kushuriri, vërtet me vetë tim. Ja shumë, në vëlla, mua më duke tip mashtrimi. Sa i shikon numrat aty, i thash, po përderisa nuk i tërheq dot, diçka nuk shkon. Ishte ajo ZUX-i, që u kapën ata tipat.
Ata sekserët e vegjël, se i madhi s'ka pet asnjëherë. E po unë i kam futur thaj 2000 pound. Inshallah i thash unë i bën 200. Po ti nuk do fusësh taj? Jo, i thash unë. Suzi, jo, i thash unë, nuk... Ti e di, tha. Jo, i thash unë, nuk dua. Faleminderit tash për sugjerimin. O të qoj linkun në thaj, të qonë telegram direkta. Or faleminderit i thash unë, nuk dua. Nuk e përballoj do të tash të fus 2000 dhe t'i be 200.000. Se si më duke tash ka malë m'bjena i tension. Pas sa ko është doli në televizor. Doli në televizor, u fol, u kapën këta të gjitha, më shkruajti mua, se pristin këta se qishte njeri aty, së më kujtojt emri ati që pristin telegram, që t'jefte sinjalin a i, blini tani, shisni tani, talë dhe rapin e i, kupton? I bente dhe ato skemën e pritjes, si ku këta po benin këshuja, i bente skemën a i që i lidhen e në pritje. E kupton, po se që kishte emri, kishte 2 emra, se e kishte emër mbi emër gjoja. Le Smithi, nuk e di. Dhe në momentin që ashtu, thoshte mua ja, tha e qoj me sinjale, tha presin gjithë Smithin e shiko si shkruajnë. Vete ti me unë Smithi, kur mbaron punë me ne eventu, se anojnë dark. Thot, tu them që këtyre unë ta paguajnë, ose blenaj makin Smithi, tu them që këtyre budallëve ta paguajnë faturën. Edhe u qonte Smithi sinjale këtyre. Po, dhe do i fisje Mr. Smith, ore. Mr. Smithi në një tip për qef, pi Smithi, investo shokët. Jo, unë nuk kam futur, jo, i futje i shokë, kam futur 2000 pound. I thash unë jo vlaj, thash unë nuk është për mua, kjo të rritë zoti. Ti e gjitha po do besh pishment, tare, po të tem. Jo, i thash unë nuk bëjmë pishment, unë po i klem ratë. I ku ziu, unë bërë këmë mua betë, doli televizor, mori telefon, Alila i tha, sjere mi morën 2000 pound ata mua, thare, qa pas ke qenë, më tha mua, si kur ta kështë ditur. I thash unë të thashe, vla, kjo është mendimim, kishe të drejta, në regull, miru pafshim, do punuar, do berë, diskutime, shusharqërore, është me punë shdo që, iku. Oda jo. Dhe, në fund fare, është diçka e pa parë, që më shkruan ziu prap, ere profesor qa po ben, i që miri dhe mu në punja, një voice, dikute 27 sekonda, edhe më shpjegot edhe më thoshte, ere se ti ke marrë vesh atere dhe unë atere, po ajo skema ishte skem, këtë tjetërën po e ben ky tjetëri, ti e një atë, se jep edhe publicitetin këtu në TikTok, në Telegram bet edhe kjo, po kjo duket e sigurt. Si thoj ti, tha qa të bej? Tha shunëri. Po tani ky, qa po thote va, se s'po e kuptoj. I thash unore ziu, më mirë i thash, kur të lozi në një ndeshje i thash, bëja unë njesh o ikso dysh mbyllë sytë. Ky është mendimi im, i thash që t'jap. Dhe doa të dalë në konkluzion që unë atë kam shok. E shumë djali i mirë, po i ka qef këto bëgjosleqet. Të gjitha çuna dhe goca këto, që ndodhin kështu, ja për njerëzit të fiksuar që lozin bëgjos. Ata futen. Se thonë baset del. Baset del, ore, si puna atyre që lozin telebingo të rjetën. Base i bje njerë telebingua. Këta lozin gjatë gjithë kohës. Dhe hedhin lek. Hedhin lek, ore. Dhe është diçka që qarkullon, është cikël. Se njerëzit shtohen, ikin, moshat lëvizin, qarkullojnë, edhe një ikën, një vjen, një ikën, një vjen, si pune klientave. Mendimi im personal është ky. Pa punë nuk vjen leku.
Dhe ai lek që nuk punohet, nuk shtohet. Po të ishte ashtu, ne nuk jemi kaq të ditur. Ne nuk jemi aq të ditur sa të bëjmë lek me të dhënë 300 euro të marrim 1500. Po del njëri thot na 300.000 euro, mi bëj 1.5 milion pastaj. Unë jam te grupi kam fituar, ke fituar ti te grupi, pse rri këtu ti? Pse rri këtu ti i grupit? Hik fito, vere 300 tjera. Pse harxhon kohën ti duke u marrë me mua? A di çfarë do të thot? Të harxhosh kohën, të merresh me mua dhe mos të vazhdosh të hedhësh 300 tjera atje apo jo? Ti po mbet 300 çet kot. Ik atje. A po pret sinjalin. Prit sinjalin. Prit. Në orën 12 hapet sinjali. Okej. Më fal, Më fal. Duhet të vi sinjali. Po. Prite. Po si ashtë? Shiko, këto janë këshure. Që janë si janë këto. I keni parasysh ato ullje çmimi 40%? E keni parasysh ullje çmimi thot 40%. Edhe, kur i heq atë, se ka dhe dyqani që e bën sheto farere. Kur i heq atë faturën, shikon poshti, nga 20 euro që është bërë me 40% ullje, ka që 25 më para. E kupton, me fjalë, kjo ndodh në mënyrë vulgare. Llogarit vetëm dyqane në Europë, jo në Shqipëri jo, në Europë. Edhe kur i heq faturën, me fjalë atë çmimin, ku e ka ajo, atje te pulla, mbasi e shikon ashtu, me fjalë e shikon këtë faturën, kur e heq këtë, praf, çmimi poshtë është më i ulët. Se sa çmimi që ti po e merr me ulje. Blacksmithi. O dogu. Blacksmithi. Jo Black Friday, Blacksmith. E kuptoni apo jo? Dhe do të dini edhe diçka tjetër. Këto çështjet ekonomike dhe këto skemat ekonomike nuk dënohen shumë. Që ta kuptoni ju. Për shembull, nëse një person në Shqipëri punon te posta, sa herë keni dëgjuar ju? Punojësi i postës ose punojësi i gjendjes civile ose asaj ekonomike, ç'është ajo? Punojësi i ndihmave sociale. Ka marr lekët. Ose arkëtari vodhi lekët. Nuk është vepër që dënohet me burgore, e kuptoni apo jo? Prandaj ndodh në Shqipëri, ata që e bëjnë e di shumë mirë. Ata që e bëjnë, që vjedh arkën, e di shumë mirë ajo. Edhe i merr ato lekët, edhe baj humbet vendin e punës ai. Miru pafshi. Këto skemat e mashtrimit financiar, në qoftë se leku qëndron në shtet, në Dubai për shembull. Marrim shembull Dubai. Na falni ju që dini në Dubai se s'kemi gjë personale. Nuk bën burg në kuptimin, jo s'bën as një sekond. Po në raport me dëmin që ke bërë, bën shumë pak burg. E kupton apo jo? Të kapesh me 1 gram drogë në Shqipëri, bën 3 vjet burg. Të vjedhësh 200.000 euro te arka, mund të bësh pak muaj. Kuptojni sensin e gjës. Po jo reçon ajo. Gjithsesi, andena Dubai, për shembull, ose në Panama, janë këto shtetet që quhen parajs fiskale. A di pse quhen parajs fiskale apo jo? Shpëtërim të tyre në Shqipëri nuk është me burgat. Por Google-oni çikju. Ishte kapur njëra para ca ditësh një grua. Kishte dalë ajo. Detyrim paraqitje masa. Google-oni çik. Google-oni pak.
Sepse janë shtete pa kontrollit të shumta ato. Tani uja po dole me detyrim paraqitje ke mbaruar punë. Tani unë ditu them vetëm kaq, unë me logjikën time, sa më vini më pyesni, më shkruani edhe në privat për këto skema të kështu. Për mua janë firma piramidale. Nuk ekziston që të hedhësh 300 dhe të marrësh 1500 çdo muaj. Në të kundërt, bota rruzulli toksor në një moment të caktuar që të gjithë do e merrni vesh këtë, atëherë do. Përse përdorin një rrjet në Telegram? Pse pikërisht Telegramin? Pse nuk është website që të merret vesh ku është boti, që të jep përgjigjen? Pse zgjidhet Telegrami? Për çfarë arsye është Telegram? Pse nuk bëhet në web me aplikacion? Pse pikërisht Telegrami, grup në Telegram? Nuk përgjohet kur është diçka normale dhe e ligjshme, pse nuk e bëjnë me web? Për çfarë arsye? Për e ti mbasi e di botin, po kur ta